po flisnim për dashurinë, aty e lam, aty do rikthehemi. Rita, meqense ti mua shpesh më duket sikur po bëj kështu një paralelizëm me figurën e Nietzsches që bënte filozofi me çakan në dorë, duke thyer bam. Nuk e di sa qëndron kjo, po gjithsesi mund t'i afrohet dhe ti bën poezi me çakan në dorë, duke thyer tabut dhe duke Kam dhe ca vargje, i ke lexuar ato apo Jo, e thash vet, nuk e kam. Ke kapur në dy gjëra. Çfarë vibe me ndor që kemi mora. Një çekan që i bie Kafkës time dhe e ndjej brenda Kafkës. E kam varg. Mbaja atë çekanin në dorë dhe më thuaj sepse dua të kuptoj kur flasim për dashurinë. Dashurinë në dimensionin e saj më universal, dashurinë gjithëpërfshirëse, dashurinë që asesi nuk përjashton në asnjë rast. A jemi ne gati që të pranojmë, po them, si opinion publik, si shoqëri, atë dashuri që vetëm në pamje të parë, po them, nuk sjell fëmijë, dashurinë mes dy grave, dashurinë mes dy burrave? Unë vetë e pranoj, as e diskutoj, sepse mendoj që dashuria, e tham pak më parë, është një kimi trupi, kimi shpirti, kimi mendjeje, dhe jeta ka treguar edhe dy burra që dashurohen marrëzisht, siç ka treguar edhe dy gra që dashurohen dhe janë shumë gjatë dhe jetojnë me njëri tjetrin. Por dashuri që nuk lind fëmijë mund ndodhi edhe mes një çifti, burri dhe një gruaje, të cilët njëri prej tyre mund të mos bëjë fëmijë, mund të jetë në një moshë si mosha ime dhe mund të jenë dy njerëz që duan njëri tjetrin dhe s'bëjnë fëmijë. Pra pse duhet të paragjykojmë një çift i cili nuk lind fëmijë? Se duhet të paragjykojmë dashurinë vetëm prej këtij fakti, të paragjykojmë dashurinë. Jo, ajo është e pamundur, nuk kemi se si mundet ta paragjykojmë, dhe se si mundet ne të urrejmë dy njerëz të cilët vendosin të flejnë në një shtrat bashkë. Po atëherë, pse bota tjetër s'pas ka të drejtë të merret me shtratin ton? Pse ne që kemi njerëzit më të ndershëm, shikon, ne e lidhim me karakterin. Kur duhen dy burra ose dy gra, ne e lidhim me karakterin dhe e quajmë edhe degenerim, se na kanë ngelur ca shprehje që nga koha e diktaturës, degenerim. Çfarë lidhje ka ajo me degenerimin? Se ti ke edhe një çift burrë dhe grua dhe mund të jenë vërtet njerëz të cilët mund të jenë pa moral. Mund të jenë njerëz, mund të jenë vrasës, mund të jenë kriminala. Çfarë lidhje ka që të lidhet një dashuri e tillë dhe ta lidhësh me karakterin e njeriu? Nuk ka asnjë lidhje. Flasim për dashurinë, dashuria është një lloj përgjithësi, Zoti ja u ka dhënë të gjithë. Dhe fakti që edhe Papa, të cilën e humbëm, se humbëm një njeri mund të jenë dritur, edhe ai arriti ta pranojë një gjë të tillë. Kush jam unë që të gjykoj, tha? Arriti të pranoj që të thotë nuk është më e madhe se sa mëkatet e tjera, krimet e tjera, tradhtia midis burrit dhe gruas. Do të thonë ishte aq mendja hapur për të parë që këto janë mëkate njerëzore, sidomos mëkatet e trupit, e gjithçka tjetër, dhe kështu është njeriu, kështu jemi të gjithë. Edhe kur s'bëjmë një gjë na lind në mendje. Edhe ata njerëz të cilët hedhin atë guri mund të jenë njerëzit, unë jo njerëz vërtet të pamoralshëm që janë gati, i kanë gurët në dorë, ndërsa njerëzit që janë vërtet me karakter janë si Krishti që thotë unë s'gjej asnjë gur që të hedh tjerëve.